Administrata e Bashkisë Vlorë paraqet për miratim këtë projekt vendim, si rrjedhoi e ndryshimeve ligjore që ka pësuar VKM-ja numër 649 datë 16/10/2024, ndryshuar me VKM numër 60 datë 28/1/2026 për disa ndryshime dhe shtesa në VKM 649 për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë si stacione plazhi. Gjithashtu dhe në zbatim të VKB-s numër 25 datë 28/2/2026 për miratimin e hartës së përgjithshëm të plazheve të lejuara në territorin e Bashkisë Vlorë, u përcaktua në pikën 2 të saj se çmimi për plazhet publik të tarifuara nga njësiave të qeverisjes vendore nuk duhet të jetë më shumë se 50% e vlerës së tregut. Në këto kushte, në zbatim të VKM-s u studiua në treg në bazë të disa ofertave dhe në bazë të disa analizës të tyre u bë mesatarja duke u përllogaritur me një tarif prej 700 lek për çiftin 2 çadra dhe 1 shezllon. Ndërsa për pjesën e zënies së hapësirës publike me qëllim biznesi në zonën e plazhit të vjetër Zvërnec, Ujë Ftohtë, Radhim Orikum, do t'i referohemi tarifës së përcaktuar në VKB numër 96 datë 7/12/2023 për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e Bashkisë Vlorë për vitin 2024 do të ngelen pra të pandryshuara. Për një analizë më të detajuar se si është nxjerrë kjo tarif, do të flasi edhe specialistja e të ardhurave vendore. Përshëndetje, të nderuar këshilltar, po ju paraqesim në këtë analizë sqaruese për saktimin e tarifës së ofrimit të shërbimit për zonën e plazheve të tarifuar nga njësia e vetë qeverisjes vendore, referuar dy modeleve të argumentuar në lidhje me çmimin propozuar nga ana jon. Modeli i parë 50% e vlerës së tregut sipas VKB-s numër 25 datë 28/2/2026 dhe modeli i dytë analizë kosto-shpenzime. Qëllimi i kësaj analize është në kuadër të mbarvajtjes së sezonit turistik të vitit 2026 në plazhet e Bregdetit, si dhe në zbatim të implementimit të vendimit numër 649 16/10/2024 për miratimin e rregullores, kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë stacionit të plazhit i ndryshuar për turizmin, parashikojmë kushtet dhe kriteret e realigjore për ushtrimin e veprimtarisë stacion plazhi që kanë si qëllim parsor reflektimin e këtyre kërkesave të realigjore me qëllim përmirësimin e kushteve standardeve për pushuesit përmjet rritjes së nivelit të sigurisë në plazhe, shtimin e hapësirave të plazheve publike, vendosjes dhe ruajtjen e kushteve higjiene, mbrojtjen dhe ndojtjen nga ndëmtimet në plazhet pranë deteve. Baza ligjore për vendosjen e tarifës, ju jemi referuar të gjitha bazave ligjore që janë sipas ligjit 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, ligjit 93/2015 për turizmin, ligjit 96/32 për sistemin e taksave i ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave numër 60 28/2026 për ndryshime dhe shtesa në vendimin 649, VKB-s 96 për miratimin e taksave dhe tarifave vendore, VKB-s 105, VKB-s numër 25 28/2/2026 për miratimin e hartës së përgjithshme të plazheve të lejuar në territorin e Bashkisë Vlorë. Vlen të përmendim që sipas nenit 6 të ligjit 649, njësia e qeverisjes vendore është përgjegjëse për administrimin, menaxhimin dhe hapësirave publike të plazhit, pastrimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave të plazhit. Referuar kësaj, kemi vazhduar me pjesën tjetër, kur neni 8 përcakton kushtet minimale të stacionit të plazhit sipas tipologjisë së plazhit, dhe këtu janë të përmendur largësia midis çadrës dhe shezllonëve dhe sipas kësaj llogarie të neni 8 kemi ndryshuar, kemi bërë një ndryshim të numrit të çadrave që në komisionin e javës së kaluar e kishin propozuar 1818, ndërsa sipas neni 8 të këtij ligji i përkojnë për 18.000 m2 sipërfaqe të shfrytzuar, i takojnë diku te 1.000 çadra. Neni 9, kërkesa për sigurinë e stacioneve të plazhit, janë të përcaktuar të gjithë kriteret që duhet të përmbushim për të krijuar një siguri në stacionin e plazhit, të cilat janë detyrimin e vendosjes së mirëmbajtjes ruajtjes së kushteve higjiene dhe të sigurisë së jetës, kërkesa për sigurinë, të gjitha stacionet duhet të garantojnë shërbim të vrojtuesve gjatë gjithë kohës së ushtrimit të aktivitetit të tij, 80% në vilin e are bregdetare. Kriteret e përgjithshme dhe strukturat në stacionet e plazhit, duhet të dimë që strukturat e pajisjet e përdoren përveç instalimeve sanitare publike, pikat e vrojtimit duhet të çmontojnë në përfundim të afajit të parashikuar dhe për të kthyer plazhit karakterin e tij natyror. Strukturat e përdorura duhet të jenë lehtësisht të çmontueshme, struktura të sigurta, sistem montimi me butona, strukturat e shërbimit duhet të jenë të përkohshme.
Bazuar tani në VKB-n vendimin e Këshillit Ministrar numër 60 datë 28/1/2026 për disa ndryshime, Këshilli Bashkiak para fillimit të sezonit turistik mund të miratojë me vendim çmime maksimale për secilën zonë bregdetare në territorin e njësisë veçëverisjes vendore, të cilat shërbejnë si kufi maksimal për negocimin me zbatimin e çmimeve nga subjektet privat. Në mungesë të këtij vendimi, çmimi maksimal përcaktohet nëpërmjet bashkisë dhe subjektit në përputhje me parimet e konkurrencës, proporcionalitetit dhe interesit publik. Të gjitha këto, jo më kohë t'i përmenda për të arritur te analiza jonë. Plazhi Lungomare ka një sipërfaqe në metër katror dhe ritheksoj plazh publik i tarifuar nga bashkia, që do të thotë 18.176 metër katror. Është kjo për të cilën ne kemi bërë analizën. Dhe nuk do të thotë që ne nuk kemi plazh publik, kur njerëzit të cilët nuk kanë mundësi pagese, kanë një plazh publik për 15.471 metër katror, të cilin mund ta frekuentojnë në rast se nuk kanë mundësi pagese të plazhit publik të tarifuar. Po të shikojmë shifrat, 18.176 me 15.472, nxjerr raportin, i tarifuar me të pa tarifuar. 30, me ligj është 30. Në zbatim të vendimit numër 649 për miratimin rregullores dhe kushtet e plazhit, sipërfaqja për 18.176 e tarifuar nga Bashkia Vlorë është llogaritur të vendosë 1.000 çadra, duke përmbushur kështu standardet e lejuara sipas nenit 8 të këtij vendimi, ku sipërfaqja lejuar duke respektuar distancat, përmbushur të gjitha kriteret sipas standardeve bashkëkohore, është 18 metra katror, dhe sipas llogarive plazhi tarifuar i takojnë 1.000 çadra. Modeli parë i përket analizës jo më shumë se 50% e vlerës së tregut. Nisur nga sa më lart, në bazë të urdhrit të brendshëm të ngritur me firmë të kryetares, numër 267, 17/2026, është bërë testimi i tregut nga grupi i punës, ku me përzgjedhje ku janë dërguar në mënyrë shkresore dhe zyrtare 6 subjekteve kërkesa për ofertat e tyre, dhe prej tyre rezultojnë këto çmime. Duke zbatuar VKB numër 26, për miratimin e hartës të përgjithshme, arrim që mesatarja e çmimeve të protokolluar në mënyrë shkresore rezulton të jetë 1.417 lek, 50% i saj është 708 lek. Dhe komisioni, grupi i punës, arrin në përfundimi që çmimi 700 lek është çmimi i propozuar me TVSH. Modeli 2 është analizë kosto-shpenzime. Në këtë model është kryer analiza e kosto-shpenzime lidhur me çmimin e propozuar prej 700 lekë me TVSH. Bazuar në vendimin numër 160, dua të ritheksoj pjesën që diskutuan që parë të nderuarit këshilltar, lidhur me periudhën e shfrytëzimit 1 maj 30 shtator. Kjo nuk është periudhë të cilën ne kemi marrë në analizë. Kjo është periudha të cilën e citon ligji, vendimi numër 160, ku thotë për përcaktimin e periudhës të shfrytëzimit dhe nivelit minimal të kapacitetit të struktura komoduese, ku sipas pikës 6A, niveli minimal i shfrytëzimit për periudhën maj-shtator është jo më pak se 65% i strukturës akomoduese. Kjo është pjesa që ne kemi marrë në analizë dhe nuk jemi referuar 153 diçit të sezonit sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, por jemi referuar 90 ditëve të analizës tonë. Dhe shpenzimet dhe çfarë do lloj elementi tjetër në analizën tonë kosto shpenzime jemi referuar 90 diçit dhe jo 153 diçit të gjithë sezonit. Shpenzimet që përfshin janë paga sigurime, total 16 punonjës ku përfshihen paga dhe sigurime, dhe shpenzimet operative. Shpenzimet operative, bova, litar, flamuj, kutija ndihmës së shpejtë, kasat fiskale, kullat e vrojtimit, tualete, dushe, të gjitha këto të përfshira me TVSH në total 6.621.471. Referuar çmimit 7.000 lekë me TVSH, të ardhur nga aktiviteti janë 52 milion. Ku shpenzimeve fikse u kemi zbritur pjesës më përpara që ishte 6.621, shpenzimeve operative 2.425, i kemi zbritur 20% e TVSH-s, për arsye se këto janë artikuj që blihen me TVSH. Dhe shpenzimet fikse janë 6.233.896. Fitimi para ndarjes, diferenca që është të ardhurat midis shpenzimet fikse është 26.266. Shpenzim tjetër joni është qeraja që ne do t'i marrim këto shezllon nga operatorët e ndryshëm dhe si marrëveshje është vendosur 49% e fitimit.
49% e fitimit i përket vlerës 22.670.391. TVSH-ja për të paguar 10.500.000 ishte, do me thënë, 3 elementet që na rëndojnë ne si bashki, shpenzimet tona janë shpenzimet fikse, qeraja, 49% e fitimit dhe totali TVSH-s. Të gjitha këto vjen në vlerën 39.404.000, kur pjesëtuar ja ta mbaroj. Pagat i kemi 6.600, të ardhurat e aktivitetit janë 58.300.000. Të ardhurat shpenzimet operative ka zbritur 20% që ne shpjegova. Jo. E shpjego te shpenzimet operative 2.4, te shpenzimet operative 2.4 milion kam zbritur 20%. 1.000 shezllone me 7.000 herë 90 ditë bëjnë 63 milion. Çmimi pa TVSH i 63 milionit është 52.500.000, është çmimi pa TVSH. Po kjo është shumëzohet me 6, pjesëtohet me 5 dhe del 52.500.000 çmimi pa TVSH. Shumëzuar 20% të TVSH-s të vete vlera me TVSH. Ja, ta përfundoj këtë, më fal. Dhe referuar totalit të shpenzimeve. Jo pa qëllim kam vendosur në krah gërmat. Jo më pa qëllim kam vendosur më poshtë gërmat A, B, C, D që të kuptojmë logjikën e veprimeve ekonomike që janë kryer. Dhe totali i shpenzimeve del 39 milion, pjesëtuar për 1.000 çadra, pjesëtuar për 90 ditë del 438 lek kostua për një çadër. Ndërkohë që çmimi pa TVSH për çadër është 583 pa TVSH. Diferenca e çmimit pa TVSH me koston për një çadër është 145 lek. Dhe në fund të sezonit ne pretendojmë që fitimi i grumbulluar të jetë 13.065.713 lek. Të cilat, nëse ne do të bënim një investim nga fillimi, ishte koha e pamjaftueshme, shpenzimet ishin shumë të larta sepse ishin sipas llogarive tona ishte 50 milion lek të reja, shtuar këtu dhe 20% e TVSH-s që do të shkonte shumë tepër se sa kaq. Dhe këto të ardhura që do të grumbullohen në fund të sezonit do të riinvestohen vitin tjetër për të blerë shezllon.